Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në At the Movies dhe këtë të premte. Një e premte plot diell, një e premte kaq e bukur. Do të jemi së bashku për 1 orë. Unë jam Edea dhe pranë meje është kolegu im i përjetshëm Edison Hallaçi. I përjetshëm dhe me këtë emrin tim të plot, sa herë më duket sikur do futem në një program politik. Mirë se erdhët të dashur dëgjues. Një ditë e bukur sot, domethënë na ndodh shpesh që ta nisim programin, të flasim për motin e kudiun, po janë me të vërtetë sa ditë pranvere ende pak sa të hershme, megjithëse jemi në Mars tashmë. Kjo më ndodh nga që kam një kohë kaq të gjatë që them është një ditë me shi, dhe është dita perfekte për të parë një film, edhe tani nuk di si ta marketizoj si zgjedhja e dur për ta parë një film, por nuk ka një kohë të përcaktuar që është koha ideale, koha e dur për të parë një film është çdo ditë. Megjithatë ka një energji të mirë në ajër, nuk e di kur po vija në punë, pash njerëzit janë pak më të lumtur etj, pavarësisht të trafiqeve që përjeton në disa segmente të rrugëve të Tiranës, edhe ju përshëndes të gjithë juve që jeni në trafik tani, se sapo e vuajta deri në këto momente. Dhe me që jemi një emision filmash, ju sugjerojmë të bleni atë pajisjen që të vendosni telefonin gjatë kohës, domethënë nuk është se po ju sugjeroj që të shikoni filma gjatë kohës jeni në timon, po disa fragmente kështu 2-3 minutë që mund t'i shikoni kur keni mbetur në trafik dhe jeni të bllokuar për gjysmore. Me shumë kujdes, po themi në ato momente kur ju ndaloni në trafik edhe rrini për disa minuta të tëra, në këtë rast mund ta përdorni, më pas keni kujdes, mendjen te rruga. Okej, do të flasim sot për ato filma që Cineplex ka në program për këto ditë, që në fakt janë të shumt, ndërsa unë dhe Edea sigurisht kemi një punë që na pëlqen shumë, që edhe kur jemi pushim ne shohim filma dhe vime flasim këtu. Është gjë e bukur kjo. Edhe ja u sugjerojmë juve, ja u shesim si të durit, ndoshta skeni shihet tona, ama na besoni nuk do shgënjeni, sidomos me këto sugjerime që kemi përgatitur sot. Shumica e filmave që ishin nominuar për Oscar, dhe jemi të shokuar, po që do këndonte Will Ferrell The Reese Witherspoon, këtë nuk e prisja. Gjithsesi, nëse po e shkëpus, më pas do vi me ato sugjerimet tona që i kemi përgatitur me shumë dashuri, ama You're Cordially Invited, filmi tek i cili kjo këngë bën pjesë, është gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë komedi për këtë fundjavë, për ju që nuk keni dëshirë të shikoni nga këto filmat ku ke nevojë të kesh një fokus shumë të madh dhe ka kthesa, ngjarjeshe, kurba e momente shokuese, por është diçka pak më limonat, pak më e thjeshtë që do t'ju bëj shumë për të qeshur. Krahas këtij filmi, Cineplex ka një program gjithashtu të ngjeshur me filma, jo vetëm këtë fundjavë, por edhe ditët në vijim, duke nisur nga A Real Pain, i cili shfaqet sot, për të vijuar me Bridget Jones, Mad About the Boy, është Captain America Brave New World, Maria, pash edhe një film, fakt, që unë nuk e kisha parë që po jepej në Cineplex, me sa duket prej pak javësh, The Sloth Lane. Dipse më bëri përshtypje se unë i kam shumë qejf slothët. Do me thënë, për herë të parë, një kafshë të tillë, po themi ta animuar, e kam parë tek Sing, që lëviz shumë nga dalë etj. Dhe sa herë tani, po të shohësh rrjetet e mia sociale janë të mbushura me meme të slothëve. Dhe është një film për të gjithë familjen, ndaj nëse doni të kaloni këtë fundjavë në Cineplex me të vegjëlit tuaj, unë gjithmonë sugjeroj merrni dhe mbesa kushurinj është fantastike të kalosh një fundjavë ku ti afrohesh edhe me ato familjarët e largët, i themi ne, që rrallë herë bëhemi bashk, ama zakonisht bëhemi për një kafe ose diçka të shkurtër, ku ka gjë më të bukur se të thuash ka menduar ta rrëmbej fëmijën tuaj dhe ta çoj në kinema. Absolutisht që po. Me thënë të drejtën, sidomos këtu në Tiranë, një zgjedhje shumë e mirë për të bërë diçka ndryshe është të shkosh në kinema. Bridget Jones Mad About the Boy vazhdon të shfaqet dhe në fakt vazhdon të mbledh goxha publik, me thënë të drejtën, sepse edhe ky është një film shumë i lehtë, shumë interesant për ta parë. Ndoshta me familjen deri diku, po mes miqve, mes shoqesh, ndoshta më shumë ti edhe mes çifteve. Ja, unë sugjeroj vetëm me shoqet e ngushta, ashtu shkova e pash dhe më lër të them që gjithë kinemaja po shkrihej së qeshuri dhe ishte sikur e ke parasysh mundohesh ndonjëherë në kinema, thua mos të qesh te ky momenti se duket që e kuptova këtë shakan që ndoshta është pak e piste dhe kemi këto tabulliqe tona shqiptare, por ishte hera e parë, ndoshta sepse përzgjedh atë audiencën e dur Bridget Jones dhe ishim të
të gjithë zëre se njiheshim për vite me radhë me njëri tjetrin dhe e shijuam bashkë. Janë edhe këto momentet në kinema ku ndodh ndonjëherë ndonjë qetësi e frikshme dhe ti je duke kafshuar një kokoshk dhe dëgohet në të gjithë sallën apo po bën një koment të cilin nuk duhet ta bëje me zë aq të lartë sepse supozoj që ti të kishte audio në ka shumë momente të çuditshme që në fakt dhe mua shpeshherë më ka ndodhur. A mund ta them që i urrej njerëzit që flasin në kinema, mendoj se e shoh të vendit këtu, ta them. Absolutisht që po, në Kështu që fakt nëse je një njerëz që flet në kinema, dije që je i urryer. Edhe herën e fundit që isha në kinema, kisha një 3 goca mbrapa meje dhe isha duke parë Bridget Jones. Dhe gjatë gjithë kohës, domethënë bën komplet atë diskutimin që kishim bërë para filmit dhe njëra diskutonte, atë thash, duhet vinim ta shikonim, shiko sa i bukur është. Tjetra po mirë se un kisha punë, nuk e domethënë e gjithë gjëja, do u diskutua pikërisht në momentin që po jepej filmi. Dhe ishte e tmerrshëm, dhe ndonjëherë as nuk mund të flasësh, thjesht kthen kokën dhe i shikon pak shumë vëngër. Mund të marrësh një kokoshke ekstra dhe thjesht të zgjatësh ose të shkosh tek këta personat që po flasin dhe ti thuash, kjo është për ju, me idenë që urdhërohet diçka të glëndisesh edhe mbyll atë. Është edhe shumë interesante kjo mënyra se si ti ja vën në dukje, se në kinema vështirë ti thua tani pusho se po shikoj film. Unë kthehem edhe i shikoj. I shikoj dhe i gjykoj që ta kuptojnë që duhet të ndalojnë. Shikimi është shumë interesant, domethënë aty kur e shikon, rri duke e parë për një 20 sekonda, kaq kaloi gjithë diskutimi që mund të kishe bërë. Mirë, këto janë filmat që janë në Cineplex, zgjidheni ju me kë dhe si do shkoni, ama për të parë një film është zgjedhja e dur këtë fundjavë. Që të kalosh një fundjavë të bukur duke parë një film të sugjeruar nga unë dhe Edi. Absolutisht që po, dhe ky është momenti që ne të flasim pak për sugjerimet tona, çfarë kemi parë këto ditët e fundit, dhe sigurisht nëse ju mendoni që këto filma janë interesante dhe ju azgjojnë pak atë kuriozitetin tuaj, pse jo, mund të bashkangjiteni edhe ju me ne për t'i parë. Nisim pak me një film që unë e pash diku para 10 ditësh edhe ideja e ka parë para 4 ditësh, quhet The Gorge. The Gorge. Me Miles Teller dhe Anya Taylor-Joy. Të pëlqeu? Ishte fantastik. Ishte jashtë pritshmërive të mia, për shkak se ishte bër aq trending në TikTok, edhe kishin dalë sekuenca të shkurtra. Pra, un kam ndoshta është një paragjykim i imi që është tërësisht i gabuar, po kur janë këto skenat e filmave dhe janë këto filmat e shkëputur ku vendosin edhe dialogu në poshtë dhe ti mund ta shohësh me pjesë 1, pjesë 2, pjesë 3. Zakonisht kjo nuk bëhet për filmat më të mirë të bërë të gjitha kohërave. Bëhet për disa filma të cilët në shumicën e rasteve fatkeqësisht mua më ka rastisur që nuk janë aq interesante. Këtë lloj paragjykimi kisha për The Gorge derisa e pash dhe u shokova. Është shumë interesant në fakt dhe përveç romancës që po themi mban peshën kryesore të filmit, ka dhe shumë aksion, deri diku është edhe i frikshëm, domethënë ka dhe momente që janë jo tek horrori, sigurisht, po është, le të themi, DC i frikshëm. Është fantashkencë, është aksion, tregon historinë e 2 vrasësve, ata janë snajperistë, Snajperistë, po, vrasës profesionist të ushtrisë amerikane dhe ushtrisë ruse ose të kontraktuar më saktë nga këto ushtri. Të cilët dërgohen për të përfunduar një mision sekret për të cilin nuk kanë asnjë lloj dienie, informacioni, ata thjesht ftohen për të kaluar 365 ditë në një mision për të cilin, siç e thash, nuk din asgjë. Dhe ky mision i përball të dy dhe i vendos në 2 kulla përball njëri tjetrit, ku janë të detyruar të vrasin disa krijesa njerëzore deri diku ose zombi. Në atë po themi lugin që ishte kjo pjesa në mes, ndodheshin disa persona të cilët kishin mbetur si pasojë e eksperimenteve që kishin bërë, po themi ushtria amerikane dhe ajo ruse, po themi ishte një program që ishte disi i përbashkët dhe për shkak të dukurive të ndryshme që kishin ndodhur aty, njerëzit kishin shndruar ose kishin pësuar disa ndryshime të ADN-s. Tani ADN-ja e njeriut ishte përzirë me ADN-n e pemëve, gjallësave, disa njerëz kishin marrë formën e buburrecave, disa të tjerë kishin pemë e të tjerë. Dhe detyra e tyre vetme është që përgjatë ditës të bënin një komunikim shumë të vogël me njëri tjetrin, kur duke folur ose duke ndarë informacione, dhe
të mundoheshin her pas here të vrisnin këto krijesa të cilët mundoheshin të dilnin nga lugina dhe të arrinin në sipërfaqe, gjë që do të sillte fundin e botës. Sigurisht. Një fakt tjetër interesant që mua më pëlqeu shumë në film është që këta snajperistë, të cilët ndërroheshin një herë në vit, pra misioni zgjasti një vit për shkak të vendodhjes shumë sekrete dhe çdo gjëje tjetër, të gjithë snajperistët në fakt pas misionit mashtroheshin sikur do merreshin me helikopter dhe do çoheshin sërish në shtëpi, po në fakt vriteshin dhe ata nuk ishin në dieni për këtë gjë. Kështu që në një farë forme ishte edhe kjo sfidë që kishin me veten për të shpëtuar jo vetëm nga krijesat, po ndoshta edhe nga vet ata që i punsuan, të cilët në fund ndodhte që t'i vrisnin. Ama një histori shumë interesante dashurie krijohet midis ruses dhe amerikanit, të cilët vendosin të thyejnë rregullat dhe të komunikojnë me njëri tjetrin për shkak se kullat janë shumë larg nga njëra tjetra. E vetmja mënyrë që mua më duk aq e bukur dhe aq romantike që ata kishin për të komunikuar ishte me anë të pankartave ku ata shkruajnë pasazhe të ndryshme, komunikojnë, zbulojnë emrin e njëri tjetrit e avash fillojnë dhe të njihen. Shumë interesant sepse i ka të gjitha, pra ka pak humor, ka romancë, ka aksion, ka pak horror, pra janë të gjitha zhanret të përzierë shumë mirë, jo lëmsh, po shumë mirë sepse vetë ideja është. Ka Anya Taylor-Joy, e cila unë mendoj është një aktore që i zgjedh në mënyrë shumë vigjilente dhe të zgjuar rolet të cilat luan. Pra ka një portofolio ku nuk mund t'i përzgjedh asaj një rol i cili nuk ka qenë një film interesant ose e mërzitshme. Mendoj që kjo është zgjuarësia më e madhe e një aktori, duhet jetë pikërisht kjo, të përzgjedh role që janë të duhura për të dhe role në të cilat ai ose ajo e di që do shkëlqej. Eksakt. Dhe në fakt tani që po flisje, mu zgjua pak imagjinata dhe mendoj që The New Lara Croft është Anya Taylor-Joy, duke parë pak edhe performancën e saj ku ishte e veshur e gjitha me të zeza dhe ruante territorin me një armë, mendoj që zëvendësuesja më e mirë e Angelina Jolie për atë rol do të ishte Anya Taylor-Joy. Shumë interesante edhe kjo. Dhe mos harroni ta shikoni The Gorge, sepse vërtet të gjithë njerëzit që na e kanë sugjeruar kanë folur mirë për të. Kisha edhe një lajm tjetër përpara se të shkojmë te ndonjë sugjerim tjetër. Unë në fëmijërinë time, një ndër filmat më të preferuar, kam patur Sandokan. Besoj ke dëgjuar për të dhe ke parë, po. Versionin e animuar po flas. Dhe duke rrëmuar për serialet që do vinin për qefin tim para ca ditësh, zbulova që Sandokan do rivi sërish diku nga fundi i këtij viti dhe aktori kryesor është Can Yaman. Nuk e di nëse e ke dëgjuar, është një aktor turk. Vizualisht nuk më vjen. Por që flitet se ka origjinë shqiptare. Tani kjo është kjo gjëja që ne u afusim këtë origjinë shqiptare të gjithë. Ty tu rikthye Sandokani dhe tu rikthye edhe Sandokani shqiptar. Ti pas ke dy fish arsye për të festuar. Po shumë interesante sepse pash disa foto nga sheshxhërimi etj dhe mendoj që do jetë fantastik, aq më tepër që producentët janë pikërisht ata që kanë bërë klasikun e Sandokanit të animuar, Emilio Salgari me shok, dhe prodhimi do të ishte një prodhim i Rajt, që po ashtu Rai mban, po themi atë patentën për Sandokanin më klasik dhe më të njohur që ne kemi parë, dhe mezi po e pres këtë Sandokanin e ri krahas këtij aktori turk, kishte edhe shumë aktor hollywoodian të tjerë që do të jenë pjesë e castit. Bukur. Un kam një tjetër sugjerim për dëgjuesit tan. Mendova që e shoh të vendit të qëndrojmë te këto botët distopike, inteligjenca artificiale. Një film që gjithashtu e pash mbrëm është The Companion. Okej, kam dëgjuar për të, po ende nuk e kam parë. Lexova kudo në për TikTok që thonin që një nga filmat më të bukur të vitit. Që në mos gaboj ishte edhe në kinema. Ishte në kinema dhe madje ajo çka më shtyu ta shikoja ishte një koment që pash diku i një vajze e cila thonte unë shkoj çdo javë në kinema dhe ky mund të jetë filmi më i bukur që kam parë 6-7 vitet e fundit. Dhe thash okay, kjo vajza ndoshta është pak adapte për të na dhënë mend, kështu që le të ta shohim vet. Nuk mund t'i bëj atë review-n, pra nuk mund të them që ishte një 10 nga 10, ama ishte një storyline shumë interesant. Fliste për një çift, pra filmi fillon me këtë çiftin dhe se si kjo vajza përshkruan takimin e tyre si një takim magjik, të cilët shkojnë në një shtëpi liçeni ku janë dhe disa miq të djalit të çiftit, të cilët po festojnë me njëri tjetrin. Ajo që vajza nuk di, po që të gjithë e dinë, është se ajo është një robot dhe në të vërtetë nuk është një njeri. Dhe funksionon si një lloj shërbimi ku ti merr një vajzë ose një djalë sipas shijeve të tua, e projekton ashtu siç
çdo duke filluar që nga nivelet e zgjuarsisë, nivelet e bukurisë, të zhdërvjellësisë pra e ti tjerë. e programon ashtu siç ti do dhe ti e programon gjëja e parë që ky robot sheh sapo hap syt je ti dhe e skanon fytyrën tënde dhe qëllimi i vetëm i tij është të dojë çmendurisht. Okej, po nuk është në dieni në konsciencën e tij që është një robot. As pak, ajo mendon se është njëri dhe momentin që ajo e zbulon që në të vërtet është një robot, gjërat shkojnë për drejt. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At the Movies dhe për këtë të premte. Së bashku do dëgjojmë të premten tjetër me premiera të reja nga Cineplex, si dhe sugjerime të reja nga unë dhe Edi. Shumë filma big, shumë filma të mëdhenj edhe cilësor po vinë në Cineplex edhe pranvera dhe gjithë pjesa tjetër pastaj do të jetë vërtet e mbushur me premiera shumë interesante. Deri atëherë kalofshi bukur e miru dëgjofshim.